Edhe pse kanë mbetur vetëm edhe pak muaj deri në implementimin e masës Safe City, jo të gjitha bulevardet në vend, të cilët janë pjesë e kryeqytetit, janë pajisur me kamera sigurie. Një prej tyre është edhe bulevardi Boris Trajkovski që ndodhet në komunën e Kisellavodos. Për të parë gjendjen, ekipi televizionit Shenja qëndroi në këtë bulevard. Nga ajo që pam në teren është se kamerat e sigurisë që janë paraparë për këtë projekt nuk ndodheshin as në shtyllat e semaforëve e as në shtyllat përgjatë rrugës. Për këtë çështje kërkuam përgjigje nga Ministria e Punëve të Brendshme, pyetëm se pse pikërisht kjo rrugë, e njohur ndër vite për numrin e lartë të aksidenteve dhe rasteve tragjike, është përjashtuar nga masa dhe pse nuk janë vendosur kamerat e sigurisë. Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se procesi nuk është përfunduar dhe se edhe në bulevardin në fjalë do të vendosin kamera, po edhe matës të shpejtësive. Në bazë të dinamikës edhe implementimit të masës së Safe City, në bulevardin në fjalë, do të vendosen matës së shpejtësive dhe kamerave në 3 lokacione të ndryshme përgjatë rrugës. Megjithse instalimi i kamerave si proces ende nuk ka përfunduar, situata drastikisht është ndryshe në rrugët dhe bulevardet që ndodhen në komunat shqiptare. Në Çajir, nga udhëkryqi tek qendra tregtare Mavrovasja deri tek parku i Çajirit, përgjatë bulevardit Svetandimov ishin vendosur 4 kamera të tilla. Ndryshe, implementimi zyrtar i masës Safe City pritet të fillojë në janar të vitit 2026, pasi të mbyllen zyrtarisht ndryshimet ligjore të nevojshme për këtë masë. Ndërkaq një muaj më herët, sipas paralajmërimeve të MPB-s, pritet të jetë faza testuese në Shkup, Tetov dhe Kumanov.